Rreth 300 mësues të Bashkisë Fier u mlodhën në teatrin Bylis në ceremoninë gala Drita që nuk shuhet, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Fier përmes Drejtorisë së Artit, Kulturës dhe Turizmit, në nderim të figurës së mësuesit me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë mbrëmje të veçantë u vlerësuan me certifikat mirënjohje 30 mësues të ndarë në 3 kategori: mësues pas vdekjes, mësues pensionist dhe mësues në karrierë, të cilët janë dalluar ndër vite për kontributin e tyre në arsimin fierak dhe në formimin e brezave. Gjatë ceremonisë, disa prej mësuesve të vlerësuar përcollën mirënjohjen për këtë vlerësim, duke theksuar se puna e mësuesit është një mision i lidhur ngushtë me përkushtimin ndaj nxënësve dhe me përgjegjësinë për të edukuar brezat e rinj. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë Fier Armando Subashi, i cili në përshëndetjen e tij vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të mësuesve në zhvillimin e shoqërisë dhe theksoi se arsimi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme për të ardhmen e qytetit dhe të vendit. Ne jemi munduar që vazhdimisht gjatë këtyre viteve shkollën ta kemi në qendër të vëmendjes dhe të investimeve të bashkisë. Dhe në fakt sot mund të them me kënaqësi dhe me krenari që po vazhdojmë në këtë drejtim. Edhe sot që flasim jemi duke punuar në disa shkolla në Bashkinë e Fierit, ashtu siç kemi planifikuar edhe disa të tjera që vazhdimisht kanë nevojë për ndërhyrje, për rikonstruksion, dhe dua t'ju garantoj që asnjëherë shkollat dhe mësimi në bashkinë tonë nuk do të ngjelet jashtë vëmendjes. Më lejoni t'ju them që është momenti që unë të përulem me shumë respekt ndaj të gjithë pleadës së mësuesve, ndaj të gjithë ju që jeni këtu, ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me vite dhe fatkeqësisht nuk janë më midis nesh, por edhe ndaj atyre që kanë dalë në pension, por prap janë burim frymëzimi, jo vetëm për ju si ndoshta mësues që vazhdoni ta ushtroni profesionin, por për gjithë brezat, për gjithë nxënësit në vite. Ceremonia u shoqërua me një program artistik të veçantë, ku të pranishmit shijuan interpretimet e artistes së mirënjohur Vikena Kamenica, performancat e formacionit orkestral Albania Chamber, si dhe momente poetike dhe artistike që i dhanë mbrëmjes një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit e pranishëm u dhuruan lule, duke bërë këtë mbrëmje edhe më simbolike për figurën e tyre.